Pas tërmetit të fuqishëm 7.7 ballë qahet toka në Myanmar, shihni pamje të frikshme. Numri të vdekurve nga tërmeti i fuqishëm që goditi dje Myanmarin është rritur me më shumë se 1.000, ndërsa ekipet e shpëtimit kërkojnë të mbijetuarit në rënojat e ndërtesave të shembura. Një video e një çarje të madhe të tokës në Myanmar është bërë publike së fundmi në rrjetet sociale. Numri të vdekurve nga tërmeti i fuqishëm që goditi Myanmarin është rritur me më shumë se 1.000, ndërsa ekipet e shpëtimit kërkojnë të mbijetuar në rënojat e ndërtesave të shembura. Një video e një çarje të madhe të tokës në Mandalay është publikuar së fundmi në rrjetet sociale. Për kujtes, kreu i ushtrisë Myanmarit ka shpallur gjendjen e arzakonshme dhe ka kërkuar që të vinë të gjithë ata që mund të ndihmojnë. Bëhet e ditur se OKB-ja është tashmë në kontakt me autoritetet. Sipas USGS, epiqendra ishte 17.2 kilometra nga qyteti i Mandalay, i cili ka një popullsi prej rreth 1.2 milion banor. Rreth 12 minuta pas tërmetit të parë, një pasgoditje me magnitudë 6.4 ballë goditi zonën.